unë besoj që absolutisht Abdi Gjiku duhet të tregoj pikuri politike, unë nuk e shoh si fund karrierës tij politike, por marrja e përgjegjësisë përmes dorëheqjes është akt i cili mundson LDK-s që të hapet dhe të mos shkojë drejt ndarjes së më tutjetshme, sepse duhet të hapet diskutimi dhe debate dhe në fund LDK të gjejë një rrugë që del nga nga kjo situatë. Por ky status dhe ky reagim duket shumë i ashpër dhe është betejë zyrtare frontale e Lumirit, i cili me gjas një Sali Berisha, unë 21, kështu që nuk dorëzohet, në fund, gjenerat e reja, në esencë që dëshiron me zor me majt partin, por kjo nuk ndodh. Sali Berisha është qendrështar. Mirë, po dhe këtë tenton kështu me, po kështu në e shoh për nga veprimi politik, por krahasimi ndoshta me Lulzim Bashën. Por pja kujtoj Abdi Gjiku që ndoshta mundet dhe smundet me ditë më mirë sa unë. LDK është institucion akademi për partitë politike në Kosovë. Ka rregull, ka statut, ka formë funksionimit, nuk largohet, nuk jep dorëheqje, shkohet drejt shkarkimit, mblidhen nënshkrimet, mjafton dega Lipjanit dhe PS që të mblidhet dhe pjesë tjetër dërmuese e kuvendeve që përbëjnë antarët të kuvendit, qohen dhe në fund shkon drejt aktit të shkarkimit të përmes kuvendit, gjë që nuk e besoj që është dhe i duhet LDK-s në këtë rast. Me sa kam informacione përpos degëve të Prishtinës, ka dhe degë tjera që tash Prizreni pritet të dalë, Nërhaveci pritet të dalë, pra janë me radhë që do të përcjellin këtë valë të kërkesës dhe në fund Abdi Gjiku unë nuk e besoj që mund të ketë zgjidhje dhe të qëndroj vetëm aty. Në këtë rast dhe besoj që duhet të lëshoj rrugë. Tash se si do të veproj dhe çfarë do të bëj, sinjalet janë që njëjti nuk do të pranoj këtë kërkesë.